E pra të dashur miqtë mi, mirë mbrëma. Në këtë orar, nga kjo studio kaq e bukur, me këtë energjinë kaq fantastike, dua të ndaloj tek një vajzë e cila na dhuron energji të pafundme. Çdo dalje e saj komentohet, çdo dalje e saj bëhet titull kryesor në përlajme gjigande, të gjithë duam të dim të kuptojmë se çfarë po ndodhen në jetën e saj, të gjithë duam të marrim vesh detajet më të fundit dhe çfarë po na sjell kjo vajzë. Do flas pikërisht për të preferuarën tuaj Eglitako. Eglitako vjen shumë shpejt në skenën përsëri të një reality show që na dha një sukses të jashtëzakonshëm për disa banorë, që ishin Gjesti, Egli, Rozana Radi dhe disa emra të tjerë. Eglitako nisi rrugtimin e saj që nga shtatori me emisionin Yezdej, një emision që i fali të gjitha emocionet e mundshme, një emision që në fakt Eglin po e karikon dhe e mban të karikuar në sken. Por si që duket, emisionit Yezdej po i vjen fundi dhe shumë shpejt do ta shohim të dielën e fundit në Yezdej nga Eglitako për ta parë Eglin në Big Brother Fan Club. Në fakt, akoma nuk është zbuluar se kush është kjo vajza e cila është një siluet aktualisht, do me thënë një siluet e zezë, po kush është kjo goca që fshihet pas kësaj siluetës. Tani është e qartë dhe është e dukshme që është Eglitako, pasi që Heidi Baci liroi vendin dhe u bë pjesë e emisionit të mëngjesit në Top Channel, Eglitako do të jetë moderatorja në Fan Club dhe jam i bindur që do të shëndris me formën se si ajo do ta moderon këtë Big Brother. Duket që është ajo sepse reklama po i bëhet shumë herët, shumë gjigande, do me thënë e presin edhe produksioni e di shumë bukur që publiku e pret dhe do të kemi fatin që Eglin ta shohim në këndin e moderatores në Fan Club. Unë e di që çdo të diel Fan Clubi do të ketë një shikueshmëri jashtëzakonisht të lartë, sepse edhe Egli vetë do të ketë opinionet e saj për banorët brenda, për ato të cilët do të na kënaqin çdo ditë dhe do të na japin pozitivitet, por Eglitako nuk është se ta mbyll karrierën e saj këtu, ajo do të vazhdon me një intensitet shumë të lartë, duke na sjellur edhe këngë dhe projekte. Nga informacionet që unë kam arritur të siguroj, Eglitako ka përfunduar videoklipin e saj dhe është duke e sjell shumë shpejt në sken. Do të thënë, shumë shpejt do të presim ngjarjet më të fundit, gjërat më të fundit nga Egli në këndin e moderatores në Big Brother VIP Albania dhe në projektin e saj që pritet të jetë një këngë dashurie që do të na fasionoj dhe do ta duam gjithmonë. Besoj që të gjithë ju fansat dhe të rinjt do të gjejnë zemrën, do të gjejnë shpirtin tek balada e Eglitakos.